5 gjana që gjykohen nanat se cilën rrugë e zgjedhin masi që bojnë fëmijë. Yll limani ka nga ditë e natë perfekt. Pyetja parë, gjithënje apo ushqim me formulë? Unë kom pas fatin që me pas gjithënje momentin që kom lind vajza. Ka qenë rrugtim shumë i vështirë, sidomos java e parë, por nuk jam nal, kam vazhdu gjithënjen deri 23 muaj. Pyetja nëmër 2, lindje natyrale apo ma përim? Une kom bu lindje natyrale edhe dhimt I kom duru për 13 orë e gjysmë. Ka qenë një prej dhimbëve më të mëdha që I kom duru në herë në jetë. Ju rekomandoj krejt nanave nëse jeni mes dy zgjidhjeve, atëre shkoni me lindje natyrale sepse rikuperimi është shumë më I lehtë. Domethënë s'ko marr as epidural as kjo gjë. A fleni me fëmijë? Apo fëmija flen me një dhomë tjetër? Unë halo flejt bashkë me qik-qik, po planifikoj edhe me fëmijën tjetër me flejt bashkë. Cilësore apo lodra, shumë lodra? Bravo. Lodra do shumë vështirë për me evitu, por na mundohemi sa më shumë me dalë jashtë në natyrë, me ecë, edhe që shtë në shpi bojnë diçka, gjemë diçka për me bojnë. A me qunë këpsht, apo me rritë vetë në shpi. Kjo është një zgjidhje tjetër shumë e vështirë, që varet krejt për rrethanave të prindërve, sepse dikush duhet me shku në punë, nuk shku në punë. Por ka dhe dikush që sakrifikon edhe aspektin financiar edhe mbet në shpe, të kujdes edhe të rrit fëmijët. Unë jam një prej tyre. O ka bën fore.